ju mund të keni ikje në ndonjë të pakënaquri, por ju do vazhdoni të funksiononi si subjekt politik në vete. Absolut, ne do me thëmë... Sepse ka patur zëra që mund të ketë shkrirje të aleancës tuaj. Unë dua ta them kështu publikisht, e kam thënë, ne jemi partia autonome, do vazhdojmë ta rindërtojmë dhe ta rekonstruojmë shtëpinë tonë. Raportet me zotri Ahmetin kanë qenë shumë korekte gjatë zgjedhjeve dhe besoj se bashkëpunimi ynë si dy parti opozitare shqiptare do të vazhdojë të ekziston. Bindja ime është që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare ne duhet përsëri të shkojmë bashkë, me mundësi të na bashkangjitet edhe ndonjë parti tjetër prej Vlenit, që gjasat janë shumë mëdha, që fronti opozitar shqiptar të zgjerohet, por çdo herë për bashkëpunim më të mirë është kur të gjithë punojmë për shtëpitë tona dhe në fund të i bashkojmë për rezultat sa më të mirë. Edhe BDI-ja duhet të riformatohet, të riorganizohet, edhe pse është partia më e vjetër dhe më e organizuar, po edhe Aleanca për shqiptarët, po edhe një parti tjetër në qoftë se na bashkangjitet prej Vlenit, që të bëhet një front i gjerë opozitar, që në zgjedhjet e ardhshme të bëhet rezultat sa më i mirë i mundshëm në krahasim me ato që do të besin si shërbetor apo si kukulla në qeverinë e Mickovskit. Në këtë frontin opozitar, kishit divergjenca gjatë kohës që një fushat politike ju duhet ta bashkëndanit me ish bashkëpartiakët tuaj të Aleancës së zotit Sela? Unë shumë shpesh është biseduar këtë, kjo nuk është me rëndësi, rezultatet mendoj se janë dinjitoze, 114.000 vota, edhe pse mendoj Aleanca Kombëtare për Integrim, 114 vota pavarësisht divergjencave, mosmarrveshjeve edhe brenda BDI-s edhe brenda Aleancës për shqiptarët, edhe te struktura që e mban zotri Sela. Në fund ne dolëm me 23.000 vota më shumë se sa flas në listën e këshilltarëve, se sa Vleni. Në qoftë se konvertohet kjo në numër të deputetëve, AKI do të kishte 15 deputet, kurse Vleni do të kishte 10 deputet, që pritshmëria jonë ka qenë që diferenca të jetë pak më e madhe. Mendoj se bëm disa gabime strategjike, edhe ne si Aleancë, edhe Sela, edhe Ahmeti. Pavarësisht kësaj, unë mendoj se numri i votave apo besimi që e morëm prej qytetarëve në listën e këshilltarëve është një fitore bindse. Them, Vleni 2024 pa ministri, pa zavendës ministri, pa sekretar, pa drejtori, morëm 107.000 vota, duke qenë në opozit. Edhe tash, me 2 zavendës kryeministra, me 6 ministra, me 7 zavendës ministra, me 200 drejtori, i morën 91.000 vota. Se dikush thot po edhe ju po vazhdoni ta konfirmoni se keni bërë diferencën, apo jo? Absolut. Priteshte që ato në vitin e parë është kulmi i veprimit. Apo thonë 1.500-2.000 punësime. Rregull, ministri, zavendës ministri, drejtori, fuqi e madhe, edhe pse nuk është ashtu. Me ndihmën e jashtëzakonshme që e ka dhënë VMRO-ja, kanë ra për 16.000 vota për zgjedhjeve parlamentare. Pritej tash të ishte e kundërt, që Vlenit kishte 10.000 vota spaku, më shumë se sa Aleanca Kombëtare për Integrim, por ja që kështu dolën matematika.